Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la rasul Allah vdrojmë, qojmë salavat e selame pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, në ndalesën tonë të fundit folëm për zhvillimet e para të khilafetit të Omerit radiallahu ta'ala anhu dhe konkret kemi folë rreth betejave që i zhvilloi Abu Ubejda ibn Mas'ud al-Thaqafi, komandanti që u caktun nga Omeri radiallahu ta'ala anhu ta udhëheq ushtrinë në Irak. Përmendëm se 3 beteja rand i fitoi ky komandant me shumë lehtë, por se beteja e fundit që ishte beteja e Gjisrit, beteja e Urës, ishte ajo ma problematika në cilën kanë pësu disfat muslimanet. E këtu kemi mbetur, pra ishte një ngjarje e rëndë për muslimanet dhe kjo betej nuk ishte vetëm humbja që e kanë humbë, por ishte edhe humbje në numër të madh të ushtarëve. Përmenden përcjellësit e sirës që parafërsisht në këtë betej apo në këtë fush betej kanë ra shahid 4000 musliman. Dhe ndoshta i kujtohet, kemi thonë komplet ushtria ishin 10.000. Pra i bjen parafërsisht 40% ushtrisë që të shuhet. Dhe jo të gjithë kanë ra shahid në betej, një numër i tyre ka qenë gjatë tërheqjes, janë detyruar pra me kalun lumë, edhe ka prej tyre edhe që janë mbyt shumë në lumë nga situata rrethana me cilën janë ballavaçu. E kjo ishte vërtet katastrofale për muslimanët posaçërisht në atë kohë, për arsye se vetëm sa për kujtim kemi përmend që Khalid ibn Walidi, kur e ka pasur ushtrinë me 18.000 ushtarë dhe kanë zhvillu parafërsisht 16 beteja. Khalidi ka zhvillu së bashku me Muthannen 16 beteja, dhe në këto 16 beteja, e dini sa është numri i muslimanëve që kanë ra shahid, ka qenë parafërsisht 150 veta. Në krejt betejat, në 16 betejat, pra 150 veta, jo më shumë. Pra ka pas beteja që kanë ra disa, ka pas beteja dhe që pa u vra askush e kanë fitu musliman. Prandaj kjo ishte një katastrofë për musliman, dhe një situatë shumë e vështirë dhe shumë e rëndë. Për këtë shkak, ajo që ndodhi ishte se 4.000 pra kanë ra shahid, dhe prej këtyre 6.000 kanë mbet, apo 4.000 të tjerë janë shpërnda, masi që kanë kalu lumin, janë shkapërderdh nga ikja dhe situata dhe rrethana të ndryshme, dhe përmendet se edhe komandanti kishte vdekur, al-Thaqafi, Abu Ubejda Mas'ud al-Thaqafi kishte vdekur, dhe komandën e kishte marrë Muthanna, edhe me të mbeten afër lumit, pra që kanë qëndru së bashku me Muthannen, vetëm 2.000 veta, jo më shumë. Pra 4.000 kanë vdek, 4.000 janë shpërnda, pra nga tërheqja, dhe kanë bet vetëm 2.000. Kështu e përmend Ibn Kathiri se çfarë ka ndodhur aty, edhe është interesante me përmend që kur Omeri radiallahu ta'ala anhu, e kim përmend këtë pra në një pjesë që kur i vjen lajmi për këtë ndodhi dhe për këtë humbje, mërzitet shumë, por prej këtyre 4.000 që kanë ikë, një numër i madh i tyre ishte kthyr në Medinë, pra ishte kthyr në Medinë nga arratisja. Edhe është interesant që Omeri këta njerëz nuk i qortoi, në kuptimin me thonë çka keni kërku këtu, pse keni ardhur apo diçka, por ju doli do thot si ngushëllim edhe tha ana fi'atukum. Me një fjalë ju referu ajetit të Allahut Madhërisëm që e përmendëm edhe javën e kaluar, që ka thonë në surën Al-Anfal ajeti 16, ku thot Zoti Madhërisëm wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a.
kush u kthen shpinën atë ditë, përveç atij tham që tërhiqet si manovër ushtarake, bën tërheqje si manovër, ose tërhiqet për t'ju bashkuar një forcë tjetër. Au mutahayyizan ila fi'a, do thot tërhiqet për m'ju bashku një fi'a, do thot një grupi tjetër, edhe Omeri thot ana fi'atukum, do thot unë jam ai grupi të cilët ju keni bashkangjit edhe i ka prit në këtë fund. Pra nuk i ka çortu edhe nuk është sill me ta në qasje që ndoshta me thonë pse keni ik ose pse nuk keni qëndru me mu thanën e kështu me radhë, po ka thonë ana fi'atukum, unë jam pra ai mbështetja juaj edhe i ka afru dhe faktikisht ka ba dua, o Allah, Allahumma kullu muslimin fi hillin minni, ana fi'atu kullu muslim. Edhe ka thonë, o Allah, çdo musliman është i liruar nga përgjegjësia ime dhe unë jam mbështetja e çdo muslimani, do mëon që është largu, është tërheq nga ajo betejë, unë jam mbështetja e tij. Pra e shohim, është shumë e rëndësishme me përmend këtë rrethana dhe këtë situatë që Omeri pra nuk e trajtoi këtë rrethana dhe këtë gjendje si tërheqje e frikës apo tradhti këta njerëz. Për arsye se, që tham edhe më herët, ai ka kuptuar dallimin mes një dezertimi, me thonë kushtimisht të fajshëm, kur njëri tërhiqet, edhe mes një rrethane që është disfat katastrofike, sikur që e përmenëm pak më herët, që s'ke pas mundësi me ba ballë. Pra ka dallim në mes të parës edhe dytës. Ajo tërheqje kur musliman janë duke qëndru, edhe tërheqja kur ti je, do thot faktikisht ke psu disfat edhe s'ki ka, domthon qëndrimi jo do thot është e pa kuptim në atë situatë. Pra kur ushtria që organizohet, pra komandanti ka ra shahid, mia njerëz janë vra, andaj edhe tërheqja ka qenë ajo që s'ka pas ndonjë rrugdalje tjetër. Nga kjo nxjerrim një dimension shumë të rëndësishëm për Omerin, që ndërlidhet me atë fillimin të cilin e kemi përmendur, se vërtet Omeri ka qenë i ashpër si natyrshmëria, po ka qenë mirë, po e shohim në këtë rrethana dhe në këtë situatë se si ka qenë i afërt edhe i ka arsyetu këta njerëz. Për arsye se zakonisht ju e keni parasysh udhëheqësit që janë po them karizmatik apo që janë do thotë të ashpër, e kanë këtë qasje që nga humbja ushtrisë mund të bëjnë reagime shumë të ashpra, edhe reagime që mund të jenë edhe likuidime të njerëzve duke i fajsu ata. Mirë po Omeri nuk e bëri këtë, pra nuk e fajsoj as Ebu Ubejdën pse e ka kalu lumin, nuk ka prit të thot në anën tjetër, pra nuk ka dëgju këshillën e sahabëve të vjetër dhe njerëzve me përvojë, megjithatë i ka arsyetuar dhe këtu e shohim që del në pa butësia Omerit radiallahu ta'ala anhu, atë që e ka para lajmëru edhe vetë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur ka thonë që Omeri është i ashpër për shkak se më ka mu afër që unë jam i butë, prandaj e luan pra është i ashpër. Kur të është në situata të tjera, ai do të zbutet. Dhe prandaj këtu e shohim edhe butësinë e tij. Dhe kështu pra udhëhesi i dobët e përdor gabimin e të njerëzve për të treguar se është i fortë. Për shembull, me tregu se pra me kallëzu trimërinë e tij duke i qortu njerëzit e lig apo njerëz domon që janë në një situatë të dobët. Udhëhes i mirëfillt edhe i fortë është ai i cili pra përdor forcën e tij për mi dhon kurajo edhe për mi ngrit njerëzit, pra për mos mi la njerëzit në atë situatë dhe në atë rrethanë të mërzis. Prandaj edhe tha unë jam mbështetja juaj, edhe e njëjta paralele ka ndodhur edhe në Uhud. E keni parasysh që muslimanët, edhe Allah i Madhreshëm kemi përmend mbi 60 ajete ka zbrit në lidhje me këtë ngjarje të Uhudit, edhe Zoti i Madhreshëm i ka arsyetu, po i ka fal për atë situatë dhe për atë rrethanë, siç përmend në surën Al Imran ajetin 153, ku thot idh tus'iduna wa la taluna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, pra
ku Allah i Madhërisht e përshkruan gjendjen se si ju largoheshit prej betejës në Uhud, po thot Zoti i Madhërisht, edhe unë gjithëshit lartë, pra në kodrën e Uhudit, pejgamberi sa ju thriste, po ju nuk e kthenit kokën. Pra e tregon domosdoshmë këtë gjendje që ju ka ndodhur edhe muslimanëve, mirë po, walaqad afa ankum, Allah i Madhërisht, Allahu ja u ka fal këtë situatë dhe këtë rrethan, edhe i ka fal këtë gjendje, edhe e shohim se si edhe Allah domosdoshmë në një situatë, në një rrethan të njëjtë, edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu bën me këta të kësaj betejë të Urës, pra nuk është që i qorton apo i qet në një pozitë, për arsye se çka është do thot rrethan që përmendin ulemat është që mas kësaj ngjarje ata të cilët janë tërheqë janë mërzit shumë, pra e kanë di veten shumë për këtë tërheqje, edhe Omeri pra i ka ngushëllu edhe i ka thonë që ju jeni mbështetja tek unë, pra unë jam mbështetja juaj, prandaj edhe i kanë nxitë që kjo ka ndodhur, tash do thotë duhet me qenë një përgatitje tjetër. Pra kjo na mëson që njerëzit që rrezohen në një moment, në një situatë të vështirë me cilën ballafaqohen, nuk kanë gjithmonë nevojë dikush m'jau përmend apo m'jau kujtu atë dështim të tyre. Mirë, po njerëzit kanë nevojë për dikë që ju ndihmon më ngrit edhe më fuqizu. Ashtu që ka vepru Omeri radiallahu ta'ala anhu. Edhe kjo njetë është shumë e rëndësishme që ta marrëm këtë mësim. Për arsye se shpesh herë na kem dëshirë kur e shohim një dështim të dikujt apo një gabim të dikujt që me e qortu me thonë atë kum thonë, a peshe, pra krahas asaj mërzie pse ati i ka ndodhur ajo rrethana dhe ajo situatë, na ja shtojmë duke e qortu shtesë. Por këtu nuk qëndron ajo mendjepresia një udhëhesi edhe një personi që don me përmirësu, për arsye se për m'ia tregu dikujt rënien edhe dështimin është shumë lehtë, po me ka për dorë edhe me ndihmu me ngrit, këto nuk e bën vetëm ai njeri që është udhëhes edhe që e din u adon të mirën të njerëzve. Prandaj themi shpesh herë njeriu do të me pas edhe me marr këtë mësim nga kjo ngjarje që mos më bë pra dëshmitar i rënjes së të tjerëve, po më bë arsyeja që të tjerët me u ngrit nëpërmjet frymëzimit që ti u jap atyre. Prandaj shumë e rëndësishme është kjo që me e pas parasysh këtë qasje që e ka përdor Omeri radiallahu ta'ala anhu në këtë fatkeqësi të muslimanëve me cilën janë godit. Pra edhe kështu ka vepruar Omeri, pra i ka marrë ata njerëz, i ka ngushëllu, ju ka dalë në ndihmë, pra nuk i ka qortu, edhe me njëherë ka fillu përgatitjet e situatës edhe rrethanës çka duhet me bë pas kësaj. Edhe si ishte situata, thamë parafërsisht Muthanna kishte mbetur në Irak, pra kishte kalu lumin dhe kishte mbetur aty me 2000 veta. Është interesant këtu ta përmendim se persianët ishin në numër shumë të madh, edhe ata rrethana ishte që ta kalojnë lumin edhe me vazhdu për ndjekjen edhe luftën, për arsye se janë fuqishëm, mirë po ndodh një situatë e mirë, pozitive, Allah i Madhërisht ja u bjen muslimanëve që gjatë kësaj betejë ju vjen lajmi persianëve e kemi përmend që udhëhes i persianëve ka qenë një grua, Burani, edhe komandant, apo me thonë ministri i mbrojtjes ka qenë Rostemi, komandanti kryesor i ushtrisë ka qenë Rostemi, po krahas Rostemit ishte edhe një komandant tjetër që ka pasin emrin Firuzan. Edhe këta dy ishin rival njëri me tjetrën. Rostemi dhe Firuzani ishin rival, domthon komandantat që ishin rival njëri me tjetrin, edhe në kryeqytet ndodh një konflikt mes në dyve që domthon bëhet i afrohen prap grushtetit. Kemi përmend që Persia gjatë tërë kësaj kohë ka pas destabilitet. Edhe këtë ka paralajmëruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë gjallë. E keni parasysh kur e ka
qkosh, domethënë atë shkrimin që ja ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë që ka thonë që Allah ka me shky apo shkoq edhe perandorinë e tij, pra ishin ato grushtetet e një pasnjëshme, nuk ishte stabilitet. Edhe si rezultat i kësaj detyrohet komandanti i kësaj betejë që ishte Behmeni, kemi përmend, me u tërheq, me u kthy në kryeqytet për shkak të destabilitetit që ishte atje. Prandaj kjo ishte një përparësi për muslimanët që mos mu ndjek apo mos mu përndjek nga ushtria e këtij Behmenit. Dhe tërhiqet edhe këtu Muthanna, pra mbetet me këta 2000 ushtar, edhe fillojnë tash me rikuperu edhe me shiku situatën dhe gjendjen në cilën janë. Omeri fillon me njëherë në Medinë me mobilizu njerëzit, edhe me i përgadit njerëzit për rikthim në ushtrinë e Muthannës, edhe në atë kohë vinë shumë njerëz dhe delegacione nga Jemeni edhe vendet për rreth. Prej tyre ishte edhe një sahabi i njohur, Gjerir ibn Abdullah al-Bajali. Ky është do të thotë një nga sahabët e njohur, ka transmetime të haditheve të ndryshme. Vjen edhe bashkë me të edhe Handala ibn Abi Rabi', pastaj Hilal ibn Alqama, të tjerë. Edhe pejgamberi, këta ishin njerëz me përvojë, me luftë, kanë marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe këta nuk ishin njerëz individa, kishin njerëz që kishin pas vete shumë ushtar, pra ishin do të thotë njerëz me personalitete, prandaj kërkon prej tyre që të shkojnë edhe t'i bashkangjiten Muthannës, pra t'i bashkangjiten edhe t'i afrohen atij edhe të fillojnë do të thotë ta konstrukturojnë do të thotë ushtrinë në këtë vend. Edhe këta me njëherë nisën, edhe ata të cilët ishin tërheq edhe ishin shkapërder në për vende të ndryshme, ata 4000, edhe ata shumica e tyre kthehen tek Muthanna, edhe fillon mobilizimi edhe përgatitja e tyre. Kërkon pra i shkruan edhe Omerit Muthanna që kem nevojë për mobilizim, edhe duhet të përgatitemi për arsye se është pra parashihej që të bëhet një rikthim i ushtrisë së persianëve në vazhdimin e betejave me musliman. Prandaj edhe ky ishte domosdoshmë shumë e rëndësishme. Pra në këtë kohë, çka është interesante edhe çka është e nevojshme mu përmend, është edhe fakti se prej njerëzve që i bashkangjiten Muthannës, pra shumë njerëz, ishin edhe disa fise të arabe që ishin krishtere, pra që nuk e kishin pranuar islamin, dhe ishin afër kufirit me Irakin, po ishin arab, dhe ata kishin një lloj armiqësie me persianët, pra nuk kishin ndonjë raport të mirë me ta, prandaj disa fise të tyre e pant arsyeshme që në këtë rrethon t'i bashkangjiten muslimanëve kundër persianëve, për arsye se jo sa i përket fesë, po sa i përket rrethanave edhe situatës që t'i bashkangjiten Muthannës edhe të luftojnë së bashku me ta, me musliman. Prej tyre ishin fisi Namr, njihet Anas ibn Hilal an-Namri, edhe fisi Taghlib. Pra këto dy fise krishtere arabe i bashkangjiten Muthannës, edhe bile përcjell edhe Ibn Kathiri që kanë thonë që nuqatil ma'a qaumin, luftojmë me njerëzit tanë kundër persianëve, për arsye se persianët janë më të rrezikshëm, jo nga konteksti fetar, po nga konteksti i rrethana, edhe gjithashtu e kemi përmendur në raste tjera kur luftëtari merrte pjesë në betejë, merrte edhe plaçkën e pjesëmarrjes. Prandaj ata kishin këtë të drejtë, prandaj edhe kjo ishte edhe një prej arsyeve. E kemi përmend çështjen se a lejohet kërkimi i ndihmës apo me u ndihmu musliman në betejë apo në rrethana të ndryshme me jo musliman,
dhe këtë situatë dhe këtë rrethon e kemi diskutu edhe që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi hadithe që në betejën e Uhudit ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë po luftoj me ty. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai nuk ka qenë musliman, ka qenë mushrik, ka thonë inna la nasta'inu bil mushrik apo bil kafir. Domthonë nuk kërkojmë ndihmë prej mushrikit apo prej jo besimtarit. Në anën tjetër e shohim në betejën e Hunenit. Këtu kemi diskutuar këtë mesele, kemi thënë që disa arab që ende se kishin pranuar islamin janë bashkangjit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndihmu, prej tyre ka qenë Safan ibn Umayya, halese kishte pranuar islamin, i ka ndihmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i dhënë armë, pra që i kishte në dispozicion, po gjithashtu edhe në pjesëmarrjen e disa mushrikëve, dhe kemi thënë që ky diskutim është çështje fikhore, pra tek dietar fikut, dhe konkluza është që parimisht nëse nuk ka nevojë, nuk bëhet kërkesë apo nuk ndihmohemi me jo besimtar në betejat e muslimanëve. Pra parimisht, nëse nuk kem nevojë. Mirë, po nëse është nevoja, nëse paraqitet nevoja, po gjithashtu edhe jemi të sigurt në besueshmërinë e këtyre jo besimtarëve, pra janë të besueshëm, nuk janë që mundin me na tradhtu apo mundin me bën ndonjë situatë do thotë të mashtrimit, atëherë lejohet pjesëmarrja e tyre. Përndryshe, nëse nuk ju besojmë apo ka mundësi me ndodhë tradhtia, atëherë nuk i afrojmë edhe nuk futemi në betejë së bashku me ta, për arsye se mundet me qenë një rrethon tradhtie edhe me psu musliman. Prandaj, kjo është do thotë ajo çka e kemi konkludu edhe atëherë kur kemi folë në betejën e Hendekut, në betejën e Hunenit, edhe këtu po e shqyrtojmë për arsye se fakt përmendet që një numër i këtyre dy fisëve kanë marrë pjesë së bashku me Muthennën, madje kanë qenë të afërt me të, edhe tregon që Muthenna këtë Enes ibn Hilalin e kishte afru edhe i rinte afër, edhe synimi i tyre ka qenë me e vra komandantin e ushtrisë në betejën të cilën do të vjen, edhe ishte afër ky i krishteri së bashku me Muthennën në këtë betejë në përgjithësi. Prej gjërave që përmendet gjithashtu në përgatitjen e kësaj betejë, ishte edhe ajo se kjo betejë u quajt betejë e Buwejbit, Buwejb. Për arsye se është bën në një qytet që ka qenë këndej pra Eufratit, pra jo në anën tjetër të Eufratit sikur që ka ndodhur ajo, pra në anën e muslimanëve të Eufratit, edhe është grumbullu një numër i ushtarëve, prap thuhet që ka qenë parafërsisht 10.000 ushtarë, pra janë rigrumbullu, edhe pra komandanti i asaj ushtrie ishte pra nuk ka dyshim Muthenna, edhe kjo betejë ka ndodhur në Ramazan të vitit 13 Hijrit. Edhe është ndoshta e nevojshme me përmend edhe këtë se pra kur para se me fillu betejë, muslimanët kanë qenë agjerueshëm, pra ushtria ka qenë agjerueshëm, edhe Muthenna e ka pa situatën që betejë do të jetë shumë e rëndë, shumë e vështirë, numri i persianëve ishte shumë i madh, prap numri i muslimanëve ishte më i vogël në krahasim. Mirë, po kjo nuk ishte ndonjë diçka risi, pra zakonisht kështu ka qenë gjithë, kur nuk ka pas ndonjë raport barabartë mes ushtrisë persianëve dhe muslimanëve asnjëherë, në asnjë fitore dhe në asnjë ballavaçim nuk ka qenë një numër i përafërt. Gjithmonë ka qenë 2 fish, 3 fish, madje edhe shumë më shumë herë numri i persianëve. Prandaj edhe thotë që Muthenna pra ju thot ushtarëve jeni agjerueshëm, agjërimi njerin e dobëson. Prandaj mendoj se duhet me prish agjerimin për shkak që më u forcu edhe me qenë ballavaçim më të fortë kundër armikut. Prandaj edhe ata është shumë e nevojshme me cek, do ta përmendim edhe disa ngjarje apo detaje nga kjo betejë. Muthenna ishte një komandant i jashtëzakonshëm, jo që kishte përvojë ushtarake, jo që ishte do thot shumë i guximshëm, por vërtet kishte një afërsi me ushtarët e tij, saqë pra
e nderonin, e respektonin dhe ishte do thot një lloj modeli për çdo rrethana dhe për çdo situatë. Dhe këtë e përmendin përcjellësit e sirrës që vërtet ka qenë në kulmin e një shëmbëlltyre tek ushtarët e tij. Pra shumë e kanë dashur, shumë e kanë respektuar, edhe shumë kanë qenë të afërt me tij, edhe mu thënë na gjithmonë pra ka qenë afër tyre. Prandaj e shohim edhe para fillimit të betejës kalonte tek secili grup, tek secili për arsye se ushtria ishte ndarë në garnizone, në grupe e kështu me radhë, edhe urrinte atyre afër, bisedonte me ta, i afronte dhe tregonte një aftësi të madhe në udhëhesje. E donin edhe i besonin ata, dhe kështu u fillu pra u përgatit ushtria dhe dolën edhe ushtria persiane erdhi edhe prap i donte lumi Eufrat. Pra të gjitha betejat me persianët u zhvillu për rreth lumit, këtyre dy lumeve që kanë qenë do thotë Tigri edhe Eufrati. Pra edhe situata ishte që muslimanët ishin në anën në njërin anë, pra në anën e arabëve të Eufratit, persianët ishin në anën tjetër, dhe kur janë afru dy ushtarë, mu thënë ka qëndru në vendin e tij, edhe ka dërgu Mehrani, ka qenë komandanti i asaj beteje, ka dërgu një delegacion dhe ka thonë apo kaloni ju lumin apo ne. Sikur herën e parë në betejën e Urës, edhe mu thënë në këtë situatë ka thonë ne nuk e kalojmë, ju kalojni. Dhe ata e kalojnë edhe pret ushtria, mu thënë nësë që me kalu e tër ushtria e persianëve, edhe radhitën, edhe në këtë radhitje, kur faktikisht para se me fillu beteja, mu thënë na ju del ushtarve dhe i thot që do të marrë tekbir 3 herë. Në herën e 3 tekbirit fillojmë sulmin, jo më herët. Çfarë ndodh? Tregojnë përcjellësit e sirrës që kur e bën tekbirin e parë, persianë nuk presin, edhe ata fillojnë sulmin, jo musliman. Për arsye se ishte një guxim i tyre pak ma i madh në kontekstin që e kishin fitu betejën e mëhershme, me një fjalë, nëse mund ta them në gjuhën e popullit, i kanë hangër në sy, pra që i kemi arrit, i kemi mujt, edhe tash jemi shumë me numër më të madh, edhe do të realizohet kjo betejë, edhe do ta fitojmë, edhe me njëherë ka fillu ballavaçimi. Fillimisht ballavaçimi i parë ka qenë shumë i rëndë. Për arsye se ai elan, edhe ai guxim, edhe ajo gjendje e persianëve ka bërë që muslimanët vërtet të ballavaçohen me një vështirësi të madhe, edhe mu thënë na kishte 2 role në këtë betejë. Roli i parë ishte luftonte me një fuqi, pra tregonte shembullin më të madh të guximit, po gjithashtu edhe kontrollonte që mos ka në ndonjë pozicion që është thy ushtria muslimanëve. Edhe tregohet me një rast që në një vend ka pa një thyrje, edhe ju ka shku atje duke qenë betejë, edhe i ka këshillu, ju ka dhënë kurajo moral, edhe e kanë përmirësuar do thot atë dështim që kishte filluar me ndodh në rreshtat e muslimanëve. Pra nuk ishte një komandant që qëndronte larg, që zakonisht që tash posaçërisht në kohët bashkëkohore apo më vonë ka qenë një praktikë që komandant kanë qëndruar në pozicione të pas ushtrisë, edhe kanë komanduar zhvillimin e luftës nga larg. Ky ka qenë mrena në betejë, në safat e parë, edhe gjithashtu edhe e ka udhëheqë betejën. Synimi mu thënë ka qenë me shkute Mehrani, do të komandanti kryesor, për arsye se shumë e rëndësishme, shpeshherë kemi përmend, është vrasja komandantit ushtrisë. Nëse vritet komandanti ushtrisë, atëherë është do thot një kurajim edhe një indikacion që beteja është duke u fitu. Prandaj synimi mu thënë ka qenë kjo. Pra është nis edhe ka marr edhe disa ushtarë të afërt, guximshëm prej tij, ka qenë edhe Enes ibn Hilali edhe disa tjerë, pra edhe prej krishterëve, edhe ka thonë duhet me synu, më thënën, pra Mehranin me likuidu, nëse dojnë me fitu. Dhe shkojnë, po aq tregojnë përcjellësit e sirrës, aq ishte një betejë e ashpër. Filloi domosdoshmë të ngritet pluhur nga
shpatat, nga këmbët, nga kalorësit, do thot kuajt që kanë, pra ishte plur edhe nuk shihej se çfarë po ndodh. Pra çaq ishte situata, edhe përleshja kështu ka fillu, edhe kështu ka vazhdu një kohë të gjatë, derisa një prej komandantëve të këmbësorëve ishte Mes'ud ibn Haritha. Mes'ud ibn Haritha ishte vllau i Muthannas. Mes'ud ibn Haritha, edhe ky ishte i guximshëm prej ushtrisë muslimane, edhe ky pra e udhëhesë një këmbësorin, edhe gjatë ballavaçimit plagoset ran, edhe faktikisht bjen shahid në këtë betejë, edhe njerëzit e kupton Muthanna që vllai është plagos ran, edhe është domthon duke vdek, edhe ju thot ushtrisë, thot mos u dëshprani për këtë situatë që ka ndodhur, për arsye se kjo i ndodh secilit, vazhdon, pra nuk tregon një zbrapsje Muthanna, edhe pse ishte situata vllaut të tij. Pra vazhdon, edhe tregohet që ky mas beteja ka fal namazin vllaut vet, edhe pra beteja fitohet prej muslimanëve, edhe thot pra mërzi njëri me hub vllau, nuk është punë e vogël, është punë shumë e rëndë, po fitoria e muslimanëve ishte një ngushëllim për të, edhe pse e ka vënë vllaun, do thot ka ra shahid në këtë betejë. Pra kështu prej njerëzve që vërtet kanë dhënë shumë ishte edhe sahabiu Xheriri ibn Abdillah, pastaj Ibn Huberi, pra shumë sahab të njohur, dhe ishte situata që musliman pra kanë tregu një gatishmëri edhe një vendosshmëri që mos mu zbraps në asnjë formë, derisa kur fillon të pushoj pluhri, pra është zhvillu beteja duke mos i ditë se çka po ndodh dhe si, po kur ka fillu me pushu pluhuri, pra me ul pluhuri, e kanë pas që e kanë vra Mehranin, pra komandantin e ushtrisë persianëve. Dhe kjo ishte do të thotë një goditje e madhe për ta, edhe çfarë ndodh, fillon tërheqja e ushtrisë persianëve, nga edhe në këtë betejë pra kanë ra shumë, pra kanë vdek shumë persian, me 10 mijë, pra jo 10.000, jo 20.000, po më shumë. Përcjellësit e sirës tregojnë domosdoshmë që kanë vra dhe kanë vdek shumë prej persianëve, prej muslimanëve shumë më pak. Prandaj edhe e bën një strategji Muthanna, që kur fillojnë me u tërhek, shkon tek ura edhe e pren urën, pra i pren litarët e urës për mos mi leju persianët që të tërhiqen. Dhe kjo ka shkaktu situata dhe ka qenë vështirë për persianët, ata janë tërheq, po kanë ra shumë, kanë vdek prej tyre. Pastaj thuhet Muthanna, dhe kjo përmendet në disa transmetime, masi që e analizon mas betejës, masi që përfundon çdo gjë, thot një prej gabimeve që i kum bë është që e kum prej urën, edhe që si kum lanë persianët mu tërheq. Për arsye se kjo ka qenë e rrezikshme. Me një fjalë, numri ushtarëve persian ka qenë shumë i madh. Dhe ka qenë rrezik, pse ka qenë rrezik, që kur t'ja u prente urën edhe s'ju lën mundësi mu tërheq për shkak të numrit madh, ata s'kan ka mjamajt, prandaj edhe mund të kthehen, edhe është rrezik për ushtrinë muslimanëve. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Prandaj thot tek kisha ditë apo tek kisha mendu mirë situatën dhe rrezikun që mundet me ndodh, nuk e kisha prej urën që mi leju persianën mu tërheq, për arsye se ka qenë rrezik. Pra e pranën këtë gabim, nuk e arsyeton veten, thot me thonë që kum bë mirë, po thot nuk ka qenë domthon strategjikisht edhe ushtarakisht nuk ka qenë rregull kjo që kam bë, për arsye se ka qenë rrezik që persian mu fuqizu edhe me vazhdu betejën, edhe me qenë e rrezikshëm për neve muslimanëve në përgjithësi. Pastaj pra beteja fitohet prej muslimanëve, një betejë e jashtëzakonshme, një gëzim i madh për musliman, për arsye se mas asaj humbje të madhe të atyre 4.000 vetav, ishte do thot një rikthim shumë i madh prej atyre njerëzve që përmendin përcjellësit e sirës, që më shumë t'i kanë tregu guxim, kanë qenë ata të cilët janë tërhek, për arsye se e kanë di veten
që gabim edhe gjunohin që e kanë bërë me thonë kushtimisht, prandaj edhe kanë tregu do thot një gatishmëri edhe një guxim të jashtëzakonshëm në këtë betejë edhe pra e fitojnë musliman. Pas betejës, më thënë na pra bën një inspektim të fushbetejës edhe numrit të muslimanëve sa kanë vdekur edhe numrit të persianëve, prandaj pastaj edhe prej bisedave të cilat i thot më thënë me ushtarët e tij në diskutimin e përvojës së tij dhe asaj me cilën janë ballavaçu, thot për Zotin, thot kam luftu në beteja të ndryshme edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me arabët në kohën e ignorancës, kur s'kan qenë musliman, po edhe me persianët, po në atë kohë kur kam luftu me arabët, pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi mendu që vërtet domthonë 100 arab mund me e luftu një persian. Pra për shkak domthonë që asaj botkuptimi që kanë pas, që kanë qenë ushtarë shumë të fuqishëm, shumë të mëdhej, pra kjo ka qenë edhe rezultat i fuqisë edhe perandorisë persiane që ka qenë atë kohë, pra nuk ka pas as dikush, as ëndër s'ka mujt me paramendu që mundet mu ballavaçu me persianët në atë kohë. A e keni parasysh? Ju e din në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka luftu persianët dhe romakët, pra këta vetëm kanë shpresu me fitu romakët, jo që kanë pas ndonjë hise, për arsye se ka qenë diçka i nivelit shumë nalt për pjesëmarrje apo me pas diçka në këtë rrethon. Prandaj edhe më thënë, thotë kështu e kum pas, mirë, po tash jam bin, thotë që është e kundërta. Edhe thotë e kum vrejt e persianët, ajo që e ka bë të fuqishme ka qenë armatimi i tyre. Pra aspekti i fuqisë dhe ushtrisë ka qenë në armatimin të cilën e kanë posedu, e jo në diçka tjetër, e jo do thotë në fuqinë fizike të tyre. Dhe prandaj ka thonë nëse do të me i mujt persianët, atëherë vetëm largoja armët edhe e sheh ata bëhen si kafshët që ikun në për fushbetej edhe s'din ka mja majt. Kështu do thotë e përmend, më thënë në situatën edhe rrethonën e persianëve edhe faktikisht kështu ndodh, për arsye se vërtet mas kësaj pra fitoret e muslimanëve do të jenë të një pasnjëshme edhe nuk do të ketë më rikthim të persianëve në ndonjë fitore, megjithse ballavaçimet do të jenë shumë të rrezikshme. Prej gjërave që përmendet në lidhje me këtë betejë është edhe një ngjarje se një i krishter që ka marrë pjesë në këtë betejë, nuk thua që ka marrë pjesë si ushtar, po ka qenë një lloj udhërrëfyesi i ushtarëve për arsye se ka qenë i atyre vendeve. E ka pas emrin Amr ibn Abdul Masih ibn Bakhla. Pra ka qenë i krishter, edhe tregohet që më thënë në masi që kanë fitu betejën edhe kanë marrë prej ushqimeve të persianëve, ka grumbullu një numër edhe e ka përgadit një grup të ushtarëve së bashku me këtë Amr ibn Abdul Masih al-Bakhla, që me shku mja uqu grave të muslimanëve, do më ushtarëve musliman që kanë qenë pak ma largë. Pra ju në fushbetejë do thot në një qytet ato afër, edhe këta kur kanë fillu me shku mja uqu ushqimin, edhe mi përgëzu ata, gratë e këtyre ushtarëve, kur i shohin që po vjen një kalorësi, do thot me numër të madh, friksohen që janë ushtar, edhe ata përgatiten për me mbrojt edhe fëmijët, edhe gratë, pra për me mbrojt veten e tyre. Edhe ky krishteri kur i sheh këta njerëz se këta gra si po përgatiten edhe sa janë pra të guximshme, thot merr do thot një model edhe një shembull edhe i gëzohet kësaj, thot kështu duhet të jenë gratë e një ushtrie. Pra domosdoshmë pëlqen do thot këtë gatishmëri të tyre, edhe kjo përcillet në sirën e kësaj pra në ngjarjen e kësaj lufte. Pas kësaj beteje, pra ju kthehet morali ushtarëve musliman edhe bëhet do thot një përgatitje shumë e jashtëzakonshme, edhe
Omeri pra e merr këtë lajm dhe i gëzohet kësaj fitore, edhe fillon me i bë disa përgatitje edhe disa planifikime strategjike për ushtrinë e Muthannas, po gjithashtu edhe për frontin e Irakut, duke dërgu disa ekspedita apo disa bataljone, me thonë grupe, ka 500 vetë, 500 apo 1000 ushtar në një vend tjetër, jo prej ushtrisë Muthannas, ushtri tjetër, për me i bë disa synime strategjike, për të cilat inshallah do të flasim javën e ardhshme, dhe kjo ishte pra një rikthim i muslimanëve mas një humbje dhe mas një mërzie dhe një betejë humbje katastrofale të cilën e përmendëm javën e kaluar dhe shpjegum sot, me një fitore në këtë betejë. Në këtë betejë, inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me këto ngjarje të cilat kanë ndodhur mas fitores së Muthannas në këtë betejë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju shpërbleft.